Përshëndetje, sot do të njoftohemi me 4 njerëzit më të guximshëm në botë. Në pozitën nr. 4 e kemi Alan Robert. Në Francë ky njihet si Spider-Man sepse ai ka guximin të ngjitet në ndërtesat më të larta të botës pa përdorur asnjë pajisje sigurie. Pajisjet e vetmja që përdor janë pagëlqere dhe këpucët ngjitse. Ndërsa në pozitën nr. 3 kemi Gary Connery, është njeriu i parë në botë që në mënyrë të suksesshme mund të bëjë skydiving pa përdorur parashut. Ai përdor vetëm rrobat e ashtu quajtura wingsuit dhe bie në kutit të cilat i vendos në një kënd të përshtatshëm në tokë dhe duke rënë mbi tokë i lehtëson përplasje. Ndërsa në pozitën nr. 2 e kemi Dennis Pinto. Ky ka një fantazi interesante që pasi ti ketë vënë flakën vetes, mund të bëjë ngasjen e motocikletës. Siç e shihni, ai përplaset me një minibus duke bërë që minibusi të eksplodoj dhe kërcen nëpërmjet flakës. Këtë lloj çmendurie thotë se e bën për argëtim. Ndërsa në pozitën nr. 1 është Albani. Ai, edhe pse mund të ndan kohë për shumë gjëra të panevojshme, gjen lloj-lloj justifikimi për të mos e falur namazin, duke sfiduar kështu qindra ajete kuranore kërcënuese me xhehenem. Në çdo thirrje të ezanit duke u bërë sikur nuk dëgjon, ai është i guximshëm që të del para Allahut pa namaz. Mirë po, siç e kuptoni, ky nuk është një guxim pozitiv. A mund t'i thuhet trimëri një sjelljeje e cila mund të bëhet shkak që të humbësh lumturinë e përjetshme dhe të hodhësh veten në zjarr për gjithmonë?